Fatos Nano lëshon bombën për Ramën, ik largohu, nuk je i denj për... Ish kryeministri Fatos Nano, pas aktivizimit në rrjetet sociale, nuk mund të qëndrojë larg opinionit politik. Në një reagim të fundit, ai shkruan se koha për Ramën kryeministër ka perënduar, duke kërkuar largimin e tij. Pushteti të ndryshon, të verbon dhe ndonjëherë të ngadalëson, por duhet ta pranosh gjithmonë se kur të vjen fundi, duhet të dorëzohesh, sepse atëherë Shqipëria mund të ecë para. Ti dhe aq sa munde, por nuk je i denj për ta ndrydhur më Shqipërinë, je në kohë për t'u larguar, sepse populli humbi besimin në ty, shkruan Nano. Por pas këtij postimi interesante janë komentet e ndjekësve në Facebook. Ata kanë shpërthyer në kritika ndaj Nanos, teksa shkruajnë se vetë ai e solli në politik. Ai që e shkatërroi këtë vend është ai mosmirnjohës që ti solle në politik, shkruan një nga komentuesit.